tek posti juridike, kanë fjalën tek zëvendës kryeministri, nuk flas atë politikë. Dëgjoj pak të them diçka. Për të qenë jetuar nuk është ndonjë problem, se gjithë mund të jetojmë. Por në rast se merr një status të posaçëm, është një problem këtë për Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Rama e tha që deri në vendimin e formës prayer që të flas apeli, çdo njeri mund prezumohet i pafajshëm. Prezumohet i pafajshëm, po tani u kujtua se kur u arrestonin tjetër procesiste për tjerë duke prezumohet i pafajshëm. Po dëgjoj tani. Prezumimin e ka thënë gjithmonë. Po asnjëherë se ka thënë lere, prezumimin ka thënë për veten e vet. Për tjerë i thotë në lum edhe flaka poshtë e mundur. Tani puna është kjo tek pjesa e asaj që unë mendoj është këtu. Çfarë mendoj? Unë mendoj këtë gjë. Në rast se Rama do të bëj një pakt edhe me Veliajin, e mban ballukun, duke bërë presion të gjykatës që të lirohet në një moment të dytë Veliaj. Pra, që nga lufta e brendshme që po zhvillohet, se Rama e di shumë mirë luftën e brendshme. Ne nuk dimë asgjë sepse nuk jemi pjesë e saj. Ndërkohë që Veliaj është akoma kryetar. Po, është akoma kryetar, po do të jetë akoma kryetar. Dhe në rast se nga lufta e brendshme ne do të ishim pjesëtarë, do kupton, do shikoni situatën me sy. Pra kush është situata? Situata është që njerëzit e Veliajit bëjnë sikur punojnë, por në fund fare nuk punojnë, nuk japin asnjë kontribut. Mbushin disa lista dhe në fund fare presioni nuk ekziston si përpara. Dhe kjo duket tek skuadra e Ramës. Dhe prandaj Rama vendosi ballukun. Tani vendosja e ballukut si drejtuese politike e Tiranës për të ndihmuar Monastigliun është treguesi i qartë që ajo ka një problem, po këtë problem Rama nuk e merr në konsiderat, vetëm po ta ndodh në një masë ekstreme, mund ta marrë në konsiderat dhe ta shkarkojë. Në rast se ajo është detyrim paraqitje ose në rast se ajo hetohet në gjendje të lirë, mirë. Sigurisht do të thënë që shiko, gjendje të lirë jam rregull kur të përfundojmë hetimet, pastaj do shkojmë në gjykatë marrë cilësinë e pandeurit. Por në rast se ajo nuk ka ndonjë problem, ndonjë kufizim, Rama nuk ka pse ta shkarkojë. Një kjo, dy, Rama madje mund të bëjë edhe diçka ekstreme. E shikon, nuk do të çova unë, të morën vetë ata në burg, apo të morën vetë të proceduan. Dhe çfarë ndodh te kjo? Kjo ndodh edhe diçka e bukur. Se këto njerëzit e Veliajit ti tregon, shiko, unë edhe Velian ta kisha jashtë, unë Velian ta leja kryetar bashkie, po çfarë bëj që këta më morën më futën në burg. Pra, gjithë loja është kjo që do tregoj te Veliaj, edhe tek fondacioni Soros, edhe tek njerëz që mbështesin Veliajin, që janë të huaj, që nuk e kuptojnë, thotë, shiko, mua nuk është se më kapën vetëm Veliaj, po më kapën edhe këtë timën këtu. A kupton? Drejtësia është e pavarur në Shqipëri zotëri. A investuan? Se Rama çai bën aty, i bën lojmë, i bën budallëmë. A investuan, po. A the një drejtësi pavarur? Po thotë ai, është europiane, kupton, është amerikane, po thotë patjetër çfarë thotë Edi. Sa ai ndonjëherë nuk e di çfarë marrë vesh kanë bërë këta mbrapa krahut njëri tjetër shumë e radhë. Po thot ai, pse drejt, po është e pavarur, po. A prezumim pa fajsë. Po thot ai, po atë çfarë më thotë më ndërhy. Po mbyllet goja të gjithëve aty edhe të PS-s edhe njerëz të tjerë thotë, po edhe ai s'ka mundësi se tani nuk mund të them që gjithë spaku është ai, po. Mund të them nga themeli deri në fund spaku Rama është, po gjithsesi themi se nuk çeka Rama. Mirë, dhe kjo është loja e bukur. Çfarë bën ai tani? Vendos njeriu në vet në sitën e spakut. E vendosim me një akuzë kodi që s'ka vlerë fare, se ministri nuk ndiqet për atë gjë, ndiqet për gjëra të tjera, po gjithsesi ajo është një akuzë kod. Në rast se është ajo akuzë është kod për mendimin tim, nuk ka vlerë juridike, as politike, është një budallëk i tërë. Por Rama këtë do ta përdori si një mjet për veten e tij, për të shfaqsuar tek njerëz që njihen kanë një pikë kontakti me Jon Velin. Edhe ti thotë që edhe mua më marrin njerëz të mirë, s'kam çfarë të bëj. Kjo drejtësi e pavarur vëlla, e kemi bërë bashkë. Sa më din shumë mirë të bëj atë viktimën. Dhe e bën vazhdimisht viktimën ku e bën te populli shqiptar që sapunin për djath nga mjes deri në darkë dhe nuk e lëshon, mbaroi puna. Pra ti je pa ujë, pa drita, pa gjë, dhe ai të thotë faj nuk është imi, është i Saliut, edhe ti si budalla shkoi voton nga mjes deri në darkë, mbaroi. Kur një pensionist merr 100.000 lekë dhe mendon se fajin e ka që Saliu, ndërkohë ky ka 12 vjet qeverisë, edhe ndërkohë duhet ta kishte rregulluar ky, edhe ai tjetër se pis nuk e kishte rregulluar, edhe ky merr vota nga ai budallaj që shkon e voton si Lolo Ramën, sigurisht Rama viktim bën. Pra nuk është asnjëherë kryeminist, sepse luan rolin e viktimës duke qenë kryeminist. Kjo do të thotë që ne kemi problemin, o ai që ka shumë i zgjuar, se s'ka mundësi tjetër. Prandaj po them, rastin Balluku Rama do komandoj shumë bukur për ta paraqitur edhe në raport ndërkombëtar
ashtu siç e thash, që shiko, unë nuk kam çfarë të bëj, edhe për të thënë Velia të urdhëro, spaku nuk është i imi, se ma hongërën edhe këtë timen përveç se të kam thuar atje ku Avokat, më thua edhe diçka të fundit të lutem, si do të ndikoj kjo tek opozita për të përfituar, apo çka ka opozita shiko, opozita ose Partia Demokratike është një luftë të brendshme institucionale për të ardhmen e saj.